Tani, e dyta, paga minimale u propozu të 500 euro, që aty u dasht me shkuhën, paga minimale, të 500 euro u dasht me shkuhën. Skemat sociale, du më rritë. Këto janë reformat, tani ma sa në pjesa tjetër. Kjo gjë i bën bizneset që bas edhe të ikin tërsisht në vend. Unë e këto i pranoj, unë e ti pranoj, keti pranoj këto sende, nëse ti ma vjen studimin, edhe më thu, nëse shkon paga minimale në 500 euro, ka që rritët nivelli papunësisë. Nëse nuk ma vjen këtë studim, unë e mbroj këta. Unë e mbroj këta. Pse paga minimale në 500 euro kish me rrit papunësinë dhe kish me zhvendos biznese, për në Shqipni veç në janar shkon të 560 euro paga minimale. Ja, nuk është. Do më thonë, këshire, kjo e rrit motivimi për punë, sepse ka vjen zhvillimi ekonomik, vjen prej motivimit për punë, vjen prej profesionalizmit, gjitha lidhen me pagën. Përgjegjësia ndaj punës, motivimi për punë, gjitha lidhen me pagën. Momenti që paga është e ullë, ti nuk i motivim me punu. Këta ka studime, unë e t'i vim me mija studime që e vërtetojnë pikrisht këtë teori. Paga, unë u habita, u propozu, me sa di unë, u propozu prej vendendosjes 500 euro, ministri dikun në komision parlamentar, më duke dhe kundërshtoj këta. Nonsens. Pse? Paga minimale duhet me shku të 500 euro. Kjo i bën presion edhe pagave tjera më rritë. Randaj, këto janë disa reforma që ju dashtë më marë, asë njona nuk më marë, të ashtë jemi këtu ku jemi. Nëse detyrohen bizneset të rrisin pagën minimale, dhe shtë koston e energjisë elektrike, më eret misini tha që një biznes pa i transmeton të qmimi. Asë si nuk punon me fitim më të ullët, vazhdon të pretendoj atë fitim që ishte mësuar deri tani, dhe me pa tjetër do të transmetoj dhe qmimi në afekton gjithë të tjerve. Këtu, si ndërhyet këtu, që të mos ndodhin këtu. Ka shkon kjo pagë, shka në kupton pagë minimale 500 euro. Fuqi blerëse ma të nalë në tregë. Që aty në bizneseve ju vinë prap një fuqi ma në alë blerëse. Për gërda që unë mendoj që nuk, unë mendoj që kjo duhet me qenë, edhe opozita duhet me përkra pikrisht këta. Na po ballafaqohemi me migrim popullsis. Edhe arsyja bazë, prap se kom studimin, mirë po, ndjeshmëria në raport me këtë problem është paga. Unë e njerës kur të dhëtaj, që më thonë që unë jem largu për Kosovës, kretë më thonë, jo që është ma keq me jetu këtu, po të garantoj që këtu është ma mirë se 90% vendeve bashkimit e Europian me jetu. Të ka dilë ma shumë, ka knasimat më dhaja. Mirë po, njerëzit largohen sepse paga është ma e naltë atje. Atëre na duhet me shku drejt qësaj, cilat janë reforma që na rritin pagën. Për shembull, a vendose të ardhnat për kokë banore. Këshire Shqipnia ku kam rritë $11,000, këshire Bosnia $9,000, këshire Malizi $13,000, këshire na ku kena met $7,500. Në basë që ti kalkulimi, si kur edhe Shqipnia mës me pas zero zhvillim ekonomik, për 6 vjetë në nuk mujme më rri. Zhvillimi shifet, nëse shkon Shqipni, unë e kum pa. Për shembull, zhvillimi shifet në shumë dimensione. Po kjo janë donat ma konkrete. Ka të hyra tjera Shqipëria për të dhëmpinesh. E di e ki fjallin për turizmin. Pikrisht, Edi Rama propozoj si reform ajo që quajke rilindja urbane, sepse aj është mjaftueshëm i meqëm për me di që qaj është burimi, qaj është fabrika e Shqipërisë, qaj është burimi që i gjeneron aty në të ardhna. Për këtë arsye thaj, cila është qaj reform që neve na zhvendos të një nivel ma i naltë të ardhnave. Ajo lyp eksperta, lyp studime, lyp ko, e nuk mirën këto vendime në kafa, bu kuptan, më mbledh me shok edhe me marrë vendime. Po pak knaqëm që nuk ka studimet, mirë filta, po s'ka, pikrisht, se këto vendime... Për të kuptuar tregun se si çfarë gjendje reale jemi. Po, ajo është. Qeveria promovon rritje ekonomike. E ka fjallin për rritje nominale apo rritje reale ekonomisë? Ja matë edhe nominalen edhe realen. Nominale kur nuk e llogarit inflacionin, reale kur e llogarit inflacionin. Por nëse llogarit inflacionin
duke pas paragjysh për qëtë mesatare. Ato dhënat që na paraqet neve, ka fjallë. Po, pikrisht, po qëton nëse qëtë me mesatare në qësaj, 21.7% del që Kosova ka një rritje kogjet shumë të në raport me vendet e tjera në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor, ka një rritje më të lartë. Mirë po, shtot një pyetje, nuk është problemi kryesor se ne kemi në ekonomi e mësojmë GDP-in. Po kemi grafikën për GDP-in, ju lutem regjia. Që ka rritje ekonomike, varet drejt për drejt për konsumit. Ne çka e bëjmë? Nuk është konsumi indikator i shëndetshëm për ekonominë, për zhvillimin ekonomik. Kosova asnjëherë s'ka pas zhvillim ekonomik. Zhvillim ekonomik është kur ti e ngrit mirëqenien e qytetarëve, ku zhvillohet niveli i arsimit, ku zhvillohet industrit, korporatat e mëdha, kur kanë kapacitet rritjes së kapacitetit prodhues dhe shërbys dhe të punësues. Atë cili është shëndeti ekonomik i një vendi aktualisht që po diskutojmë, se secili shtet i ka specifikat e veta. Se nëse shkojmë Suedina, se kena problemin e papunësisë Suedia, po Kosova, vendet e Ballkanit Perëndimor, janë zhytur në korrupsion dhe problemin e kanë me papunësinë. Mirë, po Kosova prin. Shëndeti ekonomik i Kosovës është rritja e punësimit, nuk është rritja ekonomike, sepse ka shumë studius, duke përmend edhe ish këshilltarin e Joseph Stiglitz, ish këshilltarin e presidentit Clinton, ku thotë që rritja ekonomike nëpërmjet GDP-s nuk mot cilësinë e jetesës. Dhe kjo na dokumenton me mënyrë faktike. Unë shumë herë kam marrë rritjen ekonomike për periudha të caktuara me empirike. Konsum dhe rritje të importit. Kaq, ç'to shkon? Ç'to përfundon? Konsum dhe rritje të importit. Ti s'ke rritje të punësimit. Në 2020-2024, 1% është rrit norma e punësimit. 1%, edhe që ata që kanë qenë mëri ilegale, janë bërë mëri legale. Që ke subvencionimi që atëherë për çështjen e saj. Vetëm 1% e ke rritë punësimin. Formalizimi. Dhe tash, cili është shëndeti ekonomik i një vendi, kur e ki papunësinë dhe varfrinë e lartë, është kur zhvillim ekonomik, kur ki ndryshim në strukturat e arsimit, zhvillim në arsim, zhvillim shëndetësi dhe zhvillim në mirëqenie socio-ekonomike të vendit. Që kjo është, a din që llogaritë se ka shumë indikatorë të cilën unë e kam marrë, performancën ekonomike të makroekonomike të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Na mas keq ti dalmi me 4 indikatorë: papunësinë, inflacionin dhe rritjen ekonomike edhe borxhin publik. A di çfarë mund na më krenuna? Veç borxhin publik që kemi më në raport me këto vende të tjera. Veç borxhin publik. Por indikatorë të tjerë. Tash pse vendet e tjera, ndëgja, vendet e Ballkanit Perëndimor, përnimi se edhe kjo hyn në mirëqenien socio-ekonomike të vendit, mirëqenien sociale. Ne për 1.000 banori kemi 2 shtret. Ne kemi për 1.000 banori kemi vetëm 2 shtret. Në vendet e Ballkanit Perëndimor, edhe Shqipëria e ka 3 shtretër, në vendet e Ballkanit Perëndimor këtë kalojnë mbi 5 shtretër. Në kohë banori, për 1.000 banori ka 5 shtretër, 6 shtretër, që dikon drejt për drejt në mirëqenien socio-ekonomike të vendit. Dhe e dyta është në qoftë se llogarisim ne prim për numrin më të madh dekshmërisë të fëmijëve në moshën 5 vjeçare. Edhe kjo drejt për drejt ndikon në mirëqenien dhe cilësinë e jetesës së atyre nëna dhe atyre fëmijëve të cilët janë. Na prim Ballkanin Perëndimor. Që kjo është cilësia dhe mirëqenia socio-ekonomike e vendit. Nuk është cilësia në qoftë se ti rrit konsumin dhe po ndikosh drejt për drejt sepse shtrohet një pyetje. Unë thash, ku bë analizë empirike. Indikatorë të rritjes ekonomike janë vetëm 2. Është konsumi dhe investimet publike. Duke fillu prej vitit 2008 deri në 2024. Dhe tash qëto nuk kanë prodhu në mirëqenie socio-ekonomike, sepse çdo herë janë largu njerëz. Njerëz janë të largu prej problemeve socio-ekonomike. Që shembull rastin e fundit e që e publikoi raporti i fundit International Republican Institute vitit 2025. Në ndër problemet kryesore, 5 faktorë të problemit kryesor, duke përfshirë vendet e Ballkanit Perëndimor. E para është kosti i jetesës, problemet që kanë qytetarët e Kosovës, kanë problemin me kostet e jetesës, e dyta është papunësia, e treta, shumë e rëndësishme, është korrupsioni dhe e katërta është situata politike dhe e pesta është emigrimi. Po, por kur jemi të këto